reflekton brenda institucioneve të saj, atëherë është problem se si do të bëjmë shtet në një narkoshtet, në një vend si Shqipëria ku nuk ekziston fare shteti dhe institucionet, atëherë kush do të bëj shtet? Këta të cilët brenda partisë nuk do kthejnë. Unë për shembull një gjë nuk kuptoj. Mendoj që gjithçka duhet të funksionojë në anë shkresore. Gjithçka duhet të funksionojë, po, dhe unë mendoj që çdo parti dhe çdo organizatë e cila është patjetër shumë e rëndësishme që njerëzit prandaj zgjidhen aty për të funksionuar dhe për të treguar modelin se si do jenë nesër ata në pushtet. Dhe jo për të ardhur në pushtet për karrierën e tyre personale, por për të ardhur në pushtet për bërë shtet. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të tregojmë modelin ton. Dhe unë kam kërkuar që të tregojmë modelin ton brenda familjes ton politike. Ke bërë një deklaratë, ke propozuar një rezolut kundër mulizimit të partisë. Qartazi duket që kur e kishe me zotin Flamur Noka. Tani, kaq i fuqishëm është zoti Noka sa duket sikur është ai kryetar apo thjesht është një zbatues i mirë? Atëherë, unë nuk komunikoj fare dhe nuk refuzoj të merrem me individ të caktuar. Rezoluta, ke shkuar dhe të rezoluta? Po, është fenomeni, patjetër. Çfarë fenomeni? Fenomeni është i rrezikshëm në Partinë Demokratike, por jo individi. Dalemi pak te fenomeni. Çfarë fenomeni është ky? Mulizimi. Mulizimi është një grup i cili pa meritokraci, një grup i cili për hir të së vërtetës marrin çdo vendim ekonomik, politik. Çdo gjë ndodh në zyrën e katit të tretë. Dhe ky është kthyer tashmë në fenomen shqetësues për Partinë Demokratike. Ndërkohë që ka raste që ky fenomen i katit të tretë, mulizimi, ka raste që nuk shpërndan as përgjegjësi që i takon në kryetarëve të partisë, që i takon funksionarëve të caktuar të partisë. Pra, ky është fenomeni që duhet të luftojmë për Partinë Demokratike. Nuk kam kërkuar asgjë më pak dhe asgjë më shumë, vetëm se forcimin e Partisë Demokratike në kthimin e meritokraci, kthimin në identitet dhe në atë çka u rithemelua Partia Demokratike. Duhet të themi që Partia Demokratike është larguar nga rithemelimi, nga njerëzit të cilët ishin në rithemelim, nga ato të cilat u ngrit rithemelimi, meritokraci, më të hapur, më të bashkuar, për hir të së vërtetës mendoj që Partia Demokratike në këtë moment duhet të reflektojë dhe unë nuk arrit ta kuptoj dot pse pati kaq shumë bujë deklarata ime, ndërkohë që unë kam pasur qëndrimet e mia mediatike brenda strukturave, kam qenë gjithmonë për reflektim brenda Partisë Demokratike. Një parti që është 13 vite në opozitë, do duhet ta mendoj shumë seriozisht çdo veprim që bën, sepse çdo veprim që bën Partia Demokratike reflektohet tek demokratët, tashmë jo vetëm tek demokratët, sepse rezoluta ime realisht nuk ishte thjesht mulizimi. Mulizimi ishte pika 3 e rezolutës. Rezoluta ime kishte në thelb mbështetjen e protestës, dëgjimin e sheshit. Pra, në një vend ku njerëzit vazhdojnë të jenë në ditë të nxehta, fund korriku, mendohet që do vazhdojnë në gusht, dhe vazhdojnë qytetarët të jenë në shesh, opozita duhet të dëgjojë sheshin, duhet të përgjigjet sheshit. Dhe kam kërkuar si partia më e madhe opozitare, si ajo që do duhet të jetë alternativë qeverisë së nesër, kam kërkuar që Partia Demokratike të dali me një rezolut ku të mbështesi 5 pikat e protestës, të dënoj me ashpërsi dhunën ndaj protestuesve dhe më pas miratimin Po këto i ka bërë Iliana, për të qenë korrekt. Zoti Berisha i ka bërë deklarata të përditshme dhe ai tha që ky është ekipi më i mirë që ka Partia Demokratike, Këshilli Kombëtar më i mirë. Arber, Partia Demokratike nuk mund të drejtohet me deklarata për shtyp. Partia Demokratike është institucion, është ajo që duhet drejtojë Shqipërinë nesër dhe duhet nëpërmjet vendimeve. Dhe vendimet duhet të merren në Këshill Kombëtar, në organin më të lartë që ju kanë besuar demokratëve. Dhe unë kërkova pikërisht miratimin e një rezolute në Këshill Kombëtar. Pse s'u miratua? Nuk u miratua sepse din ata, mendoj që nuk u diskutua, se pastaj ne nuk e dim nëse do të miratohej apo jo. Po besoj që detyra e kryetarës së Këshillit Kombëtar, e cila ndoshta për shkak të mungesës së eksperiencës, për shkak të mungesës së njohurisë. Kush është për ata që nuk e din? Ka shumë që nuk e din, se është një figurë e re. Po politikisht kanë të drejtë që nuk e din. Pra, politikisht është një njerëz që ka hyrë dje në Partinë Demokratike.
Pra jo çdo njeri që del në televizion edhe... Kush është? Dëgjoj, nuk dua të merrem fare me emrat, se përderisa thua kush është, do të thotë që për opinionin publik nuk thot asgjë. Është aktore, unë e di po flas. Po, shumë respekt për të si aktore. Patjetër, edhe si aktiviste. Por që të jesh brenda një forumi, brenda një partie, do të shkosh në nivele ku ka qenë Bujar Nishani, besoj se duhet kalosh ca sprova në Partinë Demokratike. Duhet përballesh me disa betejë, duhet njihesh me demokratët, duhet të njohin dhe të njohësh demokratët. Zonja e Miri nuk i njeh strukturat, nuk e njeh kush zonjën e Miri në struktura. Dhe ti nuk mund ta marrësh ta bësh kryetare të Këshillit Kombëtar. Pra, meritokracia në Partinë Demokratike, Partia Demokratike ka shkelur çdo parim të rithemelimit. Pra, nuk mundet. Patjetër ke figura të cilat mund të ishin kryetar të Këshillit. Po përse i marrin këta njerëz? Do kalojmë edhe atje. Si ka mundësi Liriana, këta njerëz që nuk kanë meritokraci partjake, as politike, se janë Zoja Miri, për shembull, është një figurë as politikisht, nuk është se ka spikatur, që ne e njohim, ka bërë deklarata, siç mund të jenë disa aktorë të tjerë ose artistë. Si ka mundësi merret, katapultohet në një post kaq lart? Këtë mund ta pyesni zotin Berisha, i cili e ka propozuar. Besoj që kjo është një pyetje që meriton të bëhet zotit Berisha. Pra, kush është zonja një fjalë, çfarë kontributi ka në Partinë Demokratike, sa kohë ka që është antare e Partisë Demokratike, sa i njeh demokratët, sa e njohin demokratët. Pra kjo është një pyetje që i takon t'ia bëjmë Sali Berishës. Ndërkohë që aty ke figura të cilat janë spikatora, pra të mendosh që kryetari i Këshillit Kombëtar ka qenë figura si Bujar Nishani, kanë qenë figura spikatora, dhe mendoj që figura, edhe pse pozicion honorifik, pra du ta themi, por duhet jetë një personalitet politik, duhet jetë një personalitet i cili i njeh demokratët, e njohin demokratët, po mbi të gjitha duhet i njohë antarët e Këshillit Kombëtar. Zonja Miri është për herë të parë antar e Këshillit Kombëtar. Pra nuk mundesh që nga herë e parë antar e Këshillit Kombëtar të shkosh të katapultohesh bësh kryetare e Këshillit Kombëtar. Por jemi përbalë një fakti tani. Po, kjo s'do të thotë që ne nuk kemi të drejtë të mendojmë. Fakti që zoti Berisha ka menduar në atë mënyrë, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi të drejtë që t'japim argumentet tona politike. Liriana, kam një pyetje të sinqertë dhe drejt për drejt. Koha ka kaluar. Ti ke qenë PD ke vite. Jam 3 herë antar e Këshillit Kombëtar. Ke vite në PD. E ke parë atë që ndodhi me zotin Basha, pra që vendoste ai gjithçka, merr zoti Berisha, apo bëhet dhe zoti Berisha autoritari që të gjithë e kritikojnë në media, analistët, pra thonë që nuk ndryshon asnjëherë. Bën sikur ndryshon, po në thelb shkon prapë te varianti i tij që partia është një pronë private dhe ai vendos çfarë të doj. Arber, unë jam bashkuar prej ditës së parë zotit Berisha. Më lejoni për ata që nuk e din, për herë të parë antarët të Këshillit Kombëtar kam qenë me zotin Basha. Pra duhet për ata që nuk e din. Jam bashkuar zotit Berisha prej ditës së parë, siç e dini, në lëvizjen e tij, sepse jam bashkuar parimit. Pra, në momentin që zoti Basha shkeli statutin dhe mori një vendim personal, unë ndava me zotin Basha dhe më ndahu parimi. Pra duhet të themi që unë ndava për shkak parimit. Dhe ju e dini që kam qenë qënditet e para në krah të zotit Berisha, e kam mbështetur. Besoj që jam nga ato ndoshta në Partinë Demokratike që s'kam kërkuar kurrë asgjë nga Partia Demokratike. Besoj që jam nga ato që unë i kam dhënë Partisë Demokratike, nuk i kam marrë kurrë, pra nuk del dot të thot dikush që Liriana ka përfituar apo ka qenë në këtë pozicion Partinë Demokratike. Pra jam prej më shumë se një dekade pranë Partisë Demokratike, vetëm duke i dhënë Partisë Demokratike. Dhe kur them duke i dhënë, për të bërë një parti demokratike, për të bërë një parti demokratike e cila në thelb ka meritokracinë, jo për një parti demokratike i cila i merr njerëzit nga rruga dhe i katapulton. Ti sot ke njerëz të cilët nuk i njeh kush, nuk i thon asgjë askujt, ata mund të jenë shumë të mirë në fushat e tyre, por kjo nuk do thotë që ti spikat politikisht. Dhe besoj se karriera politike në një parti duhet jetë me shkallë, duhet jetë hap pas hapi. Pra ti nuk mund ta marrësh dikë nga rruga dhe ta çosh në drejtimin e organeve më të larta në Partinë Demokratike. Ndërkohë që nuk e njeh askush. Nuk e njeh askush në struktura, duhet të njohin strukturat. Duhet të njohin baza, duhet të njohin demokratët. Dhe kur ti bën këtë te i kalim, unë mendoj që në radhë parë e dëmton Partinë Demokratike, se individin patjetër që e dëmton,
se cili do që në gjithë shkallët pa e kuptuar se si funksionon atje poshtë, më beso që nuk e ka aftësinë për të drejtuar mirë lart. Prandaj duhen gjithë shkallët një nga një